pati edhe zëra brenda LDK-s që kërkuan ndërheqjen time, zëra që më vonë shfaqën dhe ambicjet hapura publike me të plotë drejtë legjitime. Ndërheqja më është kërkuar kur kemi rritur 7.000 vota, lere më tash. Por kishte një evolim të çuditshëm dhe jo konsistent në këtë kërkesë. Fillimisht nuk më mjaftonte paralajmërimi për ndërheqje të ofruar në kuvend, u artikulua kërkesa për ndërheqje të parevokueshme. Ek, shoh vendin, mu tha. Më pas ajo kërkesë është ndruar në ultimatum. Po nuk dha ndërheqja juaj, do t'japim ne. Disa dhe dhanë, ndonse tëra çfarë kërkonim, unë dhe bashkëpunëtorët tonë, ishte trajtimi i brendshëm i secilës çështje që kishim. Këtu në këtë kuvend. Dhe në fund, pas ultimatumit, që natyrisht do të respektuaj, u shpall ideja se akti i ndërheqjes që ka tashmë i kryer dhe kuvendi LDK-s s'ka çfarë të vendosë më.